orët e prokurorisë janë orët më të zeza të saj, a një paralajmërim i kësaj gjykate që mund të ketë edhe domethënë shqiptime dënimesh drastike deri edhe me burgim të përjetshëm. Kjo është thënë që në fillimet e saj kur e Katarina Trëndafilova sarë që ka ardhur në Prishtinë, njëra nga arsyet sepse ata njerëz nuk mund të qëndrojnë në burg shtëpiak, ishte edhe kjo arsye se mund ballafaqoheni me një burgim të përjetshëm dhe kjo është krejt në logjikën e skenarit të saj. Sepse skenari i saj edhe që është duke u pasqyruar edhe këto 2 ditë, faktikisht është i ndërtuar në mënyrë teorike në atë mënyrë që ty ta merr mendja që vërtet ka ndodhur ndërmarrja e përbashkët kriminale aq e përkryer sa që kjo është një realitet i plot për ta. Por në të vërtet aty është një defekt i madh, sepse një akt akuz mund të ndërtohet mbi një teori të tillë, mbi një si të them konstrukte të tilla që të duken ty juridikisht të qëndrueshme, por faktikisht substancë reale që të hyjnë, që e kanë dhënë ose e prodhojnë kjo kategori e lartë e njerëzve të QK-s nuk përputhet, domethënë puna themelore, domethënë akti i kryer, urdhërdhënia, ekzekutimi, dëshmia që këta njerëz janë drejt për drejtën të përfshirë në krimet për të cilat sot ata po akuzohen, është aq e paqëndrueshme me teorinë e prokurorëve, sa që vërtet është paradoks i një modeli të drejtësisë e cila po përpiqet të bëhet në një farë mënyrë një paradigme keqe e gjëja zbardhjes së kënaqjes së drejtësisë. Kjo lëndë konkrete e cila ta shhyrin vitin e 6 të burgosjes së tyre dhe kjo lëndë e grumbulluar nga burimet nga më të dëshimtet prej llumit njerëzor që ka dhe bota shqiptare edhe që ka domethënë shteti serb dhe shtetet armiqësore të Kosovës dhe të kombit tonë dhe konkretisht atyre që përpiqen të asgjësojnë trashëgiminë politike të QK-s, po të ishte në kuadër të gjykatës ndërkombëtare të Hagës. Aty ku është gjykuar zoti Fatmir Limaj dhe zoti Ramush Haradinaj, kjo lëndë as që do të hynte në shqyrtim. Kjo domethënë është vetëm kjo gjykatë që gjoja që është e Kosovës, që as mas pako është e Kosovës, vetëm kjo mund të kërkoj dënime të tilla dhe vetëm kjo mund të bëj, vetëm po e marr vetëm këtë krahasim për pengim në drejtësi, gjykata ndërkombëtare gazetarin Bajrosh Morina ka dënuar 3 muaj ditë, Baton Haxhim ka dënuar me pare. Për të njëjtin veprim që ose është i vërtet, Nasim Haradinaj është dënuar 4 vjet e gjysmë me Gucatën. Domethënë këtu e sheh çfarë diskrepance ka midis shqiptimeve të dënimeve që i ka bërë një gjykatë serioze ndërkombëtare e njohur me Selinë Hag dhe një gjykatë e cila e ka marrë gjëja aprovimin e Kosovës dhe sot manovron, operon pa kurfar kontrolli. Ajo nuk i jep llogari as kujt, as nuk i njeh simbolet e shtetit tonë, edhe kjo gjykatë është gjykatë as private. Aq gjykatë e pa kontrollueshme sa kjo mund të shqiptoj edhe 100 vjet dënim për një njeri, se lëre më 45 që për ta duket sikur me fol një 45 sekonda. Do thotë është një absurd, është ana më absurde e kësaj gjykate e cila që nga momenti kur ka ra raporti Dik Martit, kjo gjykatë është dashur të mbyllet edhe të mos ekzistojë dhe ata njerëz të kthehen në Kosovë. Sepse për shumicën e gjërave që atyre u ngarkohet, në Kosovë janë kryer gjykime të tilla. Nuk është Kosova që s'ka dënuar, domethënë njerëz të cilët kanë mundë me bën një domethënë veprim jo të duhur në rrethana lufte, por liderët që janë aktualisht nuk është prodhuar asnjë fakt që ata kanë bërë konkretisht. Në mënyrë generalizuese është ndërtu kjo ndërmarrja përbashkët kriminale dhe kjo logjika e përgjegjësisë tyre që nëse se kanë bën, dashur me ditë me parandalu, nëse se kanë bën, domethënë e din kush e ka bën. Nëse se kanë pa, është dashur me pa, nëse se kanë dëgjuar, është dashur të dëgjojnë. I bie sikur këta njerëz, ka 4 njerëz dhe janë përgjegjës për të gjitha krimet, për të gjitha shkeljet, për të gjitha parregullsitë në një periudhë 2 vjeçare në Kosovë. Kjo vërtet është diçka që nuk mund të konceptohet në kuptimin e një gjykate, por këtu ka mbetur ende fjala e mbrojtjes edhe tash mendimi i gjykatësve. Unë shpresoj që këta gjykatës, të cilët
më të vërtet kanë treguar një bashkëpunim shumë të mirë me prokurorët, por unë them që në momentin e fundit e vënë gishtin e kokë dhe nuk bin viktim e këtij skenari kaq të përgatitur mirë për t'i dënuar këta njerëz me kaq shumë vite borg. Po dëgjoj këta prokurorët megjithatë këmbgulin në atë misionin e tyre dhe ndoshta ajo detyra themelore është me argumentue edhe domethënë gjitha pafund dokumente, rreth 2 milion flet, për shembull, janë nëpër duart e kësaj gjykate që është përpjekur të bëu gjithçka që ka gjujt gure dru që thonë mbi njerëz të UÇK-s. Dhe do thotë faktikisht kjo nuk mund ta zgjësohen deklaratat e njerëzve aq të rëndësishëm siç ishte deklarata e Christopher Hillit, ambasadorit që ka njohur aq mirë rajonin dhe ka parë me sytë e tij, edhe sidomos e zotit Clark, që ishin ndër ato deklaratat më të fuqishme për të treguar se vërtet këta njerëz kanë qenë njerëz që kanë rrezikuar kokën, kanë rrezikuar familjet e tyre, kanë luftuar për adhëvën e vet dhe 2 minutë i Clarkut është 2 minutë më i artë i kësaj gjykate, ku tregoj jo vetëm atyre krerëve që janë aty, por kudo që ka njerëz që kanë ambicie me çliru vendin e vet ose me bën lufta shkrimtare, nuk do t'i friksoj asnjë gjykatë. Sepse në fund të fundit kundërshtarët të quajnë ty terrorist, të quajnë kriminal, por në faktikisht njerëzit të cilët kanë luftuar dhe luftojnë për adhëvën e tyre, për popullin e tyre, që nuk bëjnë luftra agresive, por luftra shkrimtare, herë do kur historia është me ta. Po do të ishte faqja më e errët, më e zezë, drejtësisë të quajtur, ndash kosovare, ndërkombëtare, ndash e kësaj si e tillë, po do thotë kjo do të ishte modeli më i keq në gjykate nëse do ta bënte dënimin e këtyre njerëzve për të cilët faktikisht asnjë dhënë konkrete e veprimeve të tyre deri tash nuk është vërtetuar. Kjo është domethënë shembulli më i keq dhe faktikisht ndërtimi i kësaj aktakuze është i tillë se nëse dënohet njëri, dënohen të gjithë. Ndërmarrja e përbashkët kriminale ka këtë karakter që nuk jam domethënë njëri që mendoj se dikush do të dënohet, dikush do të dënohet, ose do të lirohen të gjithë ose do të dënohen të gjithë. Po dënimi i njerëzve mbi këto malshpifjesh, mbi dokumente që janë pranuar nga gjykata, edhe ato burimet që kanë qenë serbe, pastaj deklaratat ndryshme të cilat janë dhënë për arsye dhe motive të ulta, për arsye që njerëzit domethënë kanë shprehë domethënë hakmarrje private ose për letra me azile në botën e jashtme. Të gjitha ato do të ishin domethënë veprimi më spaku profesional, më spaku njerëzor, më spaku domethënë që i kontribon zbardhjes së drejtësisë. Do të ishte lëndimi më i madh që do t'i bëhej Kosovës, që do t'i bëhej njerëzve të cilët kanë bërë thelbin e çlirimit të lirisë dhe të pavarësisë, do të ishte ndëshkimi më i madh që i bëhet qenjes biologjike, qenjes historike, qenjes politike dhe qenjes kombëtare shqiptare. Po unë ende besoj në atë që vazhdimisht kanë thënë krerët e UÇK-s, se ne i besojmë drejtësisë, ne besojmë vetëm të mos ketë ndërhyrje politike, sepse ata janë njerëz të cilët nuk e ndjejnë veten të pastër, e ndjejnë veten të pafajshëm dhe sipas kësaj logjike ata do të duhej të liroheshin dhe ky 5 vjeçar do të ishte një sakrificë e panevojshme e njerëzve për të më thënë ndriçuar kapitulli i fundit i kësaj sakrifice. Që sakrificë e madhe është domethënë çështja që ata të jenë ata 5 vjet të jenë të mbyllur, të shkputur nga jeta institucionale, nga jeta familjare, nga jeta e përditshme mbi një aktakuzë që është një konstruksion e vërtet i ndyt i çarqeve mëndse shqiptare. Qoftë burime që kanë gjetë në botën e tonë në Kosovë, qoftë këtyre që kanë marrë nga Beogradi, qoftë nga shtete tjera armiqësore të cilët nuk ja duan të mirën kombit tonë.